Qysh me thonë edhe ata që më pëlqejnë, kam qaf mi ngu, po s'kam qaf mi të regua edhe. A mendon se, domethënë po të përmendesh ndonjë emër sot, mund të etiketohesh si më i keq? Kupton, nëse të ta jap me fjalë të thjeshta, nëse se kupton pyetjen. Nëse ti etiketon dikë për shembull, unë do të bëj një pyetje që cili nga artistët e estradës shqiptare dhe kosovare etiketon si më të keqin? Këtë etiketoje ti. Dhe ato që se du, nuk e ngrej, ato që e du e ngrej. Po tash na realisht në gjë e keti që nuk e pëlqen, a kupton, në emër, folim realitetin. Po që s'm pëlqen se ngrej, ja, që kjo është thënë. Po të dali për shembull aty në YouTube aty del përpara aty. E heke. Po domethënë e paske na një. Po e heke çaj. Okej, bro, e shoh se nuk do me përmend emra. Na foli çik për pjesën e ditës tënde, pra si e kalon ditën ti? Ditën zakonisht e kaloj me shok, apo Me shoqni? Me shoqni, domethënë. Dolim që shtu apo në staf. Në rrugë, domethënë. Në rrugë, domethënë bëni aty rap. Po çati bashkë. Në rrugë, tamam valla. Cili ka qenë frymëzimi jot që ti je domethënë sot pjesë e emisionit Big Dream ndër